Tregu i pasurive të paluajshme në Vlorë gjatë vitit 2025, po përjeton ndryshime të dukshme. Krahasuar me 2 vitet e fundit, kërkesa për blerje pronash nuk ka qenë shumë pozitive, sidomos nga qytetarët vendas. Ekspertët thonë se arsyeja kryesore lidhet me rritjen e çmimeve, të cilat nuk përputen me standardet e ndërtimit, shpeshherë të konsideruar në nivelin e duhur. Në vitet e kaluara rritja e çmimeve kapte shifra mbi 20% në vit, ndërsa këtë vit është stabilizuar në një mesatare prej 5 deri në 7%. Megjithatë, edhe kjo rritje shihet si e papërballueshme për familjet vlonjate, që kanë gjithnjë më të vështirë të blejnë shtëpi, madje edhe në zonat periferike. Për agjentin imobiliar, Ndriçim Meminaj, kjo është periudha sezoni joni i shitjeve. Pasi shumë turistë vinë në sezon e verës, shohin Shqipërinë, vizitojnë vende të ndryshme dhe në fund e shohin si një mundësi investimi ku duan të investojnë, ku duan të blejnë një pronë për ta pasur si investim të tyre, ose edhe për ta shfrytzuar për nevojat e tyre, për veten e tyre. Unë do të thoja të paktën ta krahasoj me 2 vitet e fundit. 2025 nuk është më në ato nivelet kërkesa që aq e lartë. Unë mendoj se ka një tkurje të kërkesës për 2025. Mendoj se këtë e ka sjell rritja e çmimeve, që normalisht nuk përputhet me fitimin që personat që investojnë marrin bas nga prona e tyre. Pak edhe standardi normalisht i ndërtimeve që nuk është akoma në nivelin e dur. Tani ne gjithsesi ne jemi optimist të situatës, presim që do ndryshojë, por që ka shumë faktorë që ndikojnë në një frenim të shitjeve. Domethënë shitjet nuk janë më në atë nivel siç ka qenë para 2 viteve. Këtu mund të them që çmimet janë stabilizuar, mund të them që në viti kaluar mund të ketë një 5 deri 10% do thoja rritje. Nuk është më ajo rritje siç ishte që e kalon deri 20% rritjes së çmimit në një vit. Edhe zonat që kërkojnë më tepër është gjithmonë vija bregdetare. Qendra historike, bulevardi, Radhima dihet që është në zonat që vazhdon të mbetet, mund të them, në të parat në kërkesat që pak në kemi ne si zyrë. Domethënë është në zonat që po zhvillohet më tepër, dhe kërkesat janë më të larta gjithmonë në zonat që janë në zhvillim e sipër. Por që edhe plazhi vjetër është një zonë që pritet të zhvillohet, edhe kërkesat aty po ashtu janë të larta. Unë do të thoya që për shqiptarët, për vlonjatët, për lokalet, personat që jetojnë këtu në Vlorë aktualisht, për çiftet e reja shumë problem për të blerë një apartament. Domethënë çmimet janë të papërballueshme për ta blerë një apartament për të jetuar, qoftë edhe në zona më të thella të qytetit. Shqiptarët që blenë janë një pjesë e vogël nga kryeqyteti, nga Tirana, dhe pjesa tjetër janë nga emigrantët që kanë vite që jetojnë jashtë, ata janë shqiptarë që blejnë prona, që marrin për investim. Në fokus të kërkesës mbeten zonat më të preferuara të qytetit, si vija bregdetare, qendra historike dhe bulevardi kryesor. Pikërisht këto zona po tërheqin interesin më të madh nga blerësit e huaj, kryesisht nga vendet e Europës dhe Shtetet e Bashkuara, të cilët shohin Vlorën si destinacion turistik, por dhe një investim të sigurt. Kështu midis lojës së çmimeve për të huajt, Vlora vazhdon të mbetet një destinacion i lakmuar për blerje pronash.